Një moment i tensionuar është vënë re në shtëpinë e Big Brother Albania, ku Brikena ka treguar shenja xhelozie ndaj Mateos. Kjo ka krijuar një situatë që ka tërhequr vëmendjen e banorëve të tjerë. Gjatë një momenti të qetë, Brikena është vulur pranë Mateos dhe ka shprehur hapur pa kënaqësinë e saj për sjelljen e tij me vajzat e tjera. Me një ton serioz dhe disi të mërzitur, Brikena i është drejtuar Mateos duke i thënë se boll ndenje me vajzat e tjera. Ajo ka lënë të kuptohet se sjellja e tij e ka bezdisur dhe e ka bërë të ndihet e pasigurt. Qëndrimi i saj është shoqëruar me emocione të forta, duke treguar qartë se situata e kishte prekur personalisht. Mateo fillimisht është habitur nga reagimi i Brikenës dhe është përpjekur ta qetësojë situatën, duke i shpjeguar se bisedat me banorët e tjera janë thjesht shoqërore dhe nuk kanë ndonjë kuptim tjetër. Ai është shprehur se në një ambient si shtëpia e Big Brotherit është normale të komunikosh me të gjithë dhe se kjo nuk duhet të keqkuptohet. Megjithatë, Brikena ka vazhduar të shprehë pakënaqësinë e saj, duke thënë se nuk i pëlqen mënyra se si Mateo kalon shumë kohë me vajzat e tjera dhe se kjo e bën të ndihet e lënë pas dore. Ajo thekson se pret më shumë vëmendje dhe respekt nga ana e tij, sidomos duke pasur parasysh afrimitetin që ata kanë krijuar gjatë qëndrimit në shtëpi. Biseda mes tyre ka qenë e mbushur me emocione, ku Brikena ka treguar hapur ndjenjat e saj dhe ka kërkuar sqarime për sjelljen e Mateos. Nga ana tjetër, Mateo është përpjekur të mbajë një qendrim të qetë, duke i thënë se nuk ka asnjë qëllim ta lëndojë dhe se e respekton shumë marrëdhënien që kanë ndërtuar. Ky moment ka nxitur reagime edhe tek banorët e tjerë, të cilët kanë komentuar situatën dhe kanë vënë re se marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos po bëhet gjithnjë më komplekse. Disa mendojnë se kjo xhelozi tregon ndjenja të forta nga ana e Brikenës, ndërsa të tjerë besojnë se situata mund të krijojë tensione të reja mes tyre. Atmosfera mes dy banorëve ka mbetur disi e ftohtë pas bisedës, ndërsa mbetet për t'u parë nëse ata do të arrijnë të sqarojnë keqkuptimet dhe të përmirësojnë marrëdhënien e tyre. Apo nëse kjo situatë do të ndikojë më tej në dinamikën e tyre brenda shtëpisë dhe në rrjedhën e lojës.